Kosova po përgatitet për festën e futbollit të datës 31 mars në kryeqytetin e Republikës së Kosovës. Dita e martë është më shumë se festë futbolli. Kombi shqiptar e pret me padurim përballjen Kosovë-Turqi. Fituesi i kësaj sfide kualifikohet direkt në kampionatin botror në futboll. Kosova është një fitore larg kualifikimit, ndërsa në Serbi janë të mërzitur nga suksesi i madh i djemve tanë. Mediumi serb Blic është i tronditur nga mrekullia e Kosovës, sulmon me shkrim xhevahirin ton Vedat Muriqin për faktin se i dhemb një deklaratë e tij më shumë se 1000 fjalë. Sulmuesi i të ashtu quajturës Kosovë bëri një deklaratë turpshme para Turqisë. Për ne do të ishte si një pavarësi e dytë, shkaravit media serbe. Turqia mposhti ekipin kombëtar rumun në ndeshjen e parë të play-offit për kualifikuesit e Kupës së Botës 2026 dhe tani hyn në duelin në Prishtinë si favorit me ekipin kombëtar të shtetit të vetëshpallur, shkruan me zemërim media serbe. Nëse arrim të kualifikohemi për Kupën e Botës, do të jetë si një pavarësi e dytë për ne. Gjithë janë shumë të emocionuar dhe plot shpresë, ka thënë Muriqi, deklaratë që ka goditur rënd serbët. Suksesi i madh i Kosovës ndaj Slovakisë, duke bërë kështu një hap tutje drejt kualifikimit në kampionatin botror të futbollit, duket se ka penguar tej mase opinionin në Serbi. Mediumi serb Mondo ka reaguar ashpër ndaj atmosferës së krijuar nga tifozët kosovar në Bratislav. Në artikullin e publikuar nga ky medium, kritikohen mbrojtjet UÇK nga tifozët e Kosovës, duke i cilësuar ato si të papranueshme dhe duke kërkuar reagimin nga UEFA dhe FIFA. Reagimi i tillë vjen në një moment kur Kosova po shënon një nga sukseset më të mëdha në arenën ndërkombëtare, pasi përmbysi rezultatin ndaj Slovakisë dhe siguroi kalimin në finalen e play-offit për Kupën e Botës 2026, ku do të përballet me Turqinë më 31 mars. Ish kapiteni legjendar i Turqisë dhe i Galatasarayit, Bülent Korkmaz, ka folur me shumë besim për përballjen e ardhshme ndaj kombëtares së Kosovës, duke theksuar e përsinj që sipas tij ka përfaqësuesja turke në këtë duel të rëndësishëm. Korkmaz ka analizuar përballjen ndaj Kosovës në finalen e play-offit të kualifikuesve për Kupën e Botës 2026, duke theksuar se Turqia ka avantazh në cilësi individuale dhe ekipore. Ai pranon se mungesa e një sulmuesi tipik është një mangësi, por vlerëson punën e trajnerit Vincenzo Montella, i cili po e mbulon këtë rol me alternativa në repartin sulmues. Edhe ata do të synojnë të shkojnë në botror, por ne kemi kualitet individual dhe ekipor më të mirë se sa ata. Jemi shumë më të fortë se Kosova dhe cilësia e skuadrës sonë është më e mirë, ka thënë fillimisht Korkmaz. E vërteta është se ata kanë një qendër sulmues, ndërsa ne po luajmë pa të. Jo se nuk duam ta inkuadrojmë, por ne nuk kemi. Megjithatë, këtë pozicion po e mbulon trajneri Vincenzo Montella me Karem Akteroglu dhe Barish Alber. Korkmaz beson se Turqia do të gjejë hapësira në mbrojtjen e Kosovës, por paralajmëron se kundërshtari është i rrezikshëm në duelet ajrore dhe në goditjet standarde. Në fund ai shpreh besim të plot se fal kualitetit që posedon Turqia ka gjithçka për të siguruar një vend në Kupën e Botës. Unë do të doja që në qendër të sulmit të luante Kenan Yildiz, por ai po luan në krah. Sikurse te Juventusi do të jetë një ndeshje e mirë, Kosova do të ketë përparësi në ndërprerje, faulle dhe rivënie këndore. Ne do të mundohemi që të gjejmë hapësirë në mbrojtjen e tyre. Unë besoj se do të shkojmë në botror, pasi kemi kualitet, përfundoi ish kapiteni i Turqisë. Ndryshe, dardanët e presin Turqinë në stadiumi Fadil Vokri në Prishtinë të martën e 31 marsit me fillim nga ora 20:45 dhe fituesi i kësaj ndeshje kualifikohet në Kupën e Botës në SBA, Kanada dhe Meksik.